Kjo dalje për mjetet vjen në një moment të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës, për funksionimin e Këshillit Bashkiak dhe të vetjetës qytetare. Fushata elektorale në cilën ndodhen aktualisht partitë politike, po ndikon drejt për drejt edhe në jetën e përditshme të qytetit. Një rast tipik është edhe ai mbledhjes së kaluar, ku këshilltarët e PSD-s dhe të PD-s bojkotuan vendime të rëndësishme për funksionimin normal të qytetit. Vendime që duhet të qëndrojnë larg interesave të ngushta partijake dhe të mos përdoren për qëllime elektorale. Bllokimi i mbledhjes së kaluar do të kushtojë banorëve të Shkodrës fillimisht në plazhin e Velipojës. Mospasja e një vendimi përkatës bën që mos kemi një strukturë të mirëfillt për menaxhimin e plazheve me çmime më të lira për pushuesit shkodran, si edhe për garantimin e kushteve dhe standardeve më të larta për Velipojën, destinacioni kryesor turistik i Shkodrës. Mosmiratimi i shtesës në buxhet e Bashkisë Shkodër në vlerën e 220 milion lekëve është krejtësisht e pajustifikueshme. Është një transfer të kushtuar nga buxheti i shtetit për emergjenca civile për vitin 2025, për parandalimin e rehabilitimin e objekteve në mbrojtje të jetës dhe të pronës së banorëve të qytetit. E njëjta situatë vlen edhe për Kinema Republikën, kur mungesa e vendimit ka lënë këtë institucion të rikthyer për publikun, pa premierat më të fundit dhe pa pajisjet teknologjike të nevojshme të parashikuara në projektin e sjellë nga Bashkia Shkodër. Mosmiratimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër, Këshillit Bashkiak dhe projektit Bashki të Forta, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe nga Qeveria e Suedis, cënojnë besueshmërinë dhe seriozitetin me partnerët e huaj. Funksionaliteti i Këshillit Bashkiak dhe marrja e vendimeve në interes të qytetarëve të Shkodrës është një detyrë për çdo këshilltar, që me vullnet ka zgjedhur të jetë përfaqësues i qytetarëve në sallën më të rëndësishme të qytetit. Mendoj se ka ardhur momenti që të tregojmë qytetari dhe përgjegjësi dhe të lëmë më pas interesat politike për të shërbyer Shkodrës, jo me bllokime, por me vendime të drejta, pa ndikim politik dhe në funksion të banorëve të saj. Absolutisht nuk janë vendime që i shërbejnë partive politike, janë vendime që i shërbejnë qytetarëve të Shkodrës. Kuptohet që vendimarrjet kanë kostot e veta, qoftë në kohë, qoftë edhe në për sa i përket implementimit, dhe kuptohet që ndikimet janë përtej kësaj fushate, janë vendime të cilat ndikojnë qoftë në të ardhmen e bashkisë, qoftë në administrimin e institucioneve apo në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Shkodrës.